Pas publikimit të fotografive në rrjetet sociale, ku shihet një prift duke kryer rite fetare në oborin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në pranit të punonjësve policor, ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Pas reagimeve në rrjetet sociale, reagoi dhe zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Astrid Tiseni, i cili ka sqaruar se ky veprim është kryer nga disa punonjës të policisë rrugore në bashkëpunim me një klerik dhe se nuk pasqyron qëndrim institucional të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas Tisenit, spërkaqja me ujë të shenjtë mbi automjetet dhe objektet zyrtare brenda MPB-s nuk përbën akt besimi privat, por shkelje të shtetit laik dhe ligjit. Sipas tij, të gjithë përgjegjësit do të thirren para ligjit për organizimin, lejen dhe mos parandalimin e këtij veprimi. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, neni 19, përcakton qartë ndarjen e fesë nga shteti. Ligji për policinë kërkon neutralitet të plotë dhe të pakushtëzuar. Ministria e Punëve të Brendshme është institucion shtetëror që duhet të shërbejë të gjithë qytetarëve pa dallim feje. Hapësirat dhe mjetet zyrtare nuk janë pronë e asnjë besimi fetar dhe nuk guxojnë të përdoren për rituale apo veprime fetare. Policia është në shërbim të gjithë qytetarëve dhe nuk mund të veprojë me standarde të dyfishta. Institucioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme ka rregullore të qarta dhe në përputhje me to do të thirrë në përgjegjësi të gjithë ata që kanë organizuar ose kanë lejuar këtë veprim. Nuk e kanë parandaluar atë. Kanë lejuar hyrjen e klerikut fetar në objektet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për kryerjen e veprimeve zyrtare, tha Astrid Tiseni, zëvendës ministër i Brendshëm. Ka reaguar dhe Ministria e Punëve të Brendshme, ku njoftojnë se Departamenti për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale po ndërmerr masa dhe aktivitete përkatëse për përcaktimin e plotë të rrethanave që lidhen me fotografitë. Ministria e Punëve të Brendshme ju informon se Departamenti për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme po ndërmerr masa dhe aktivitete përkatëse për përcaktimin e plotë të rrethanave, pas së cilës publiku do të informohet në mënyrë të duhur, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga Ministria e Punëve të Brendshme paralajmërojnë se pas përfundimit të procedurës për përcaktimin e fakteve, publiku do të informohet shtesë. Ky veprim u krye tek një pjesë 120 automjeteve të reja zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të promovuara në fund të muajit të kaluar.